Durim Bami, një nga emrat më të njohur të botës së krimit në Shqipëri, që vepron kryesisht në Fushë Krujë dhe Tiranë, do ekstradohet nga Dubai në Tiranë. Njeriu që konsiderohet nga policia si i forti i Niklës, rezulton të ketë humbur gjyqin për qëndrimin e tij si resident në Dubai, ndaj që shumë shpejt Bami do ketë të njëjtin fat si disa nga personat shqiptar që fshiheshin në Dubai. Lajmi për ekstradimin e Bamit në Shqipëri konfirmohet nga burime të sigurta, të cilat thanë për gazetarin Elton Qyno se i dyshuari për disa ngjarje të rënda kriminale në Shqipëri ka humbur gjyqin final në gjykatën e Dubait dhe shumë shpejt autoritetin do nisin praktikën për ekstradimin e tij në Shqipëri. Mbëritja e Durim Bamit në Tiranë shihet si fitore në korridoret e SPAK, ku prokurorët e posaçëm kanë shpresa se 46 vjeçari mund të bashkëpunojë me autoritetet e hetimit. Aktualisht çështja penale ndaj Durim Bamit është përfunduar dhe dërguar në gjyq nga SPAK, ndërsa akuzat zyrtare kundër tij janë të rënda, si ajo e sigurimit të kushteve për të kryer vrasjen e ish-deputetit të PS-s Arben Doka, sigurimit të kushteve për të kryer vrasjen të Hektor alias Tori Xheçuka dhe Erigers Mihasit, kryer kjo në formën e grupit të strukturuar kriminal. Një herësh, Durim Bami akuzohet nga SPAK dhe për kultivim të lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Ndalimi i Durim Bamit në Dubai është kryer në datën 21 tetor 2024. Kjo ishte hera e dytë që Durim Bami u arrestua nga policia e Dubait, pasi ai kishte shkelur rregullat e paraqitjes në një nga rajonet e policisë së Dubait. Për herë të parë, ai u ndalua në muajin qershor 2024 pas një urdhër arresti të lëshuar nga SPAK në muajin maj 2024. Shumë shpejt ai u lirua nga gjykata, duke përfituar një leje qëndrimi dhe garancie për t'u paraqitur në komisariat sa herë ishte e nevojshme për t'u verifikuar. Por 3 thirrjeve në email të policisë së Dubait për ta verifikuar, Durim Bami nuk i është përgjigjur, çka solli arrestimin e tij për herë të dytë. Bami ka pretenduar se nuk kishte parë emailet, ndaj nuk kishte paraqitur fizikisht në polici ditën dhe orën e planifikuar, por këto pretendime nuk e ndihmuan për t'u liruar nga burgu. Tashmë Durim Bami ka humbur dhe procesin gjyqësor, duke i hapur rrugën ekstradimit të tij në Shqipëri. Pikërisht në këtë vend, ai do përballet me disa akuza që çojnë në rrezikun e tij për t'u deklaruar fajtor dhe mund të dënohet deri në 20 vite burgim.